erdhi shumë shpejt, duke luruar një tjetër mirëmëngjes nga Dila 24 bashkë me Katarinën. Sigurisht që dashur, mirëmëngjes nga ana ime. Mirëmëngjes dhe ju të dashur artista që na ndihni komente, po të nga vizita jonë News 24. Dhe si e prente dika fundit e javës, mendova sot se shikoni për personin është me peshk. Dhe e të dosën, do të vekoj peshk. Ka përzgjedhur me rrisë, që është e vërteta, të cilën nuk do ta bëja suksesisht të skuqur, se që bëm herë pas here, të janë se ndjeva që përciti, por do ta bëjmë me spinaq, me qep të njomal, me qep të saktë, me një peshk brenda për ta dehidratuar, edhe sigurisht me bardanoz kopër, për të dhënë një ekstra shije. Pra, një kombinim shumë i mirë i peshkut me spinaq. Jo thjesht peshk, që ta bëjmë në forma shoqëruar, por ta bëjmë që të kalojmë me vaktin e drekës. Gjithashtu, dhe që është ditë e fundit e javës, ne përmbyllim edhe me një gatim tradicional, ose me shilloqe, të cilat do të bëjë një kombinim me bulmetin, që do të thotë do të kemi qumë, do të kemi gjamp, do të kemi djath, nëse nuk kemi djath, mund të përdorni gjizë, njomzën tonë, por dhe kështu është shumë mirë. Gjithashtu, një shilloqe që do të ketë kombinimin e labotë, çamulli pazi, zungull i lakë, do të thënë zungull një shilloqe. Akoma edhe lakë jeshile mund të shkoni, sallatë jeshile mund të shkoni, edhe sallata jeshile një shkoni, se jo. Gjithashtu do të shikoni kam edhe qep të njoma, me i preshën, qep të njoma, këto të cilat edhe këtu të prira kështu ilma, dhe këtu në tasën tjetër, që filloj që të më marri edhe një kjo energji pozios mamon dhe si që kemi nga provat të ndryshme, edhe kopër bardanoz, pra një erë të preferuar të kësaj lloji recete. I edhe një këtë gjitha bashkë, filloj e kemi punë. Duke filluar. Në shumë e bërë. Do të jenë edhe pak gjatë më sa. S'ka nevojë që ta shkruaj çështë vërtetë se nuk ka kështu lartë. Ne pa bërë. Okej. Këtë piqet. Nevojë për ta shtuar atë buka. Atëherë fillova ashtu siç thonë ti që fillova. Do të hedhë krip. Edhe në qëtë gjithë të puna e kripit, se që është vërteta ka e djatë krip. Varet se çfarë do përdorni, nëse do përdorni njomza nuk ka krip. Kështu që mund të shtoni krip, por do të them për pjesën e njomzës, është ajo gjisa e freskë, që është një gjisë shumë e shëndetshme për të gjithë ata që kanë probleme me shëndetin, por jo vetëm, me mërqimin, me diabetin, kolesterolin, dhe është një ushqim shumë i rëndësishëm për kryezat tona familjare, të cilët atë njomzën mund të lidhë pak vaj ulliri, ndërsa ne pak më pëlqen shumë edhe me rigull. Një ditë do bëjmë. Po, atë do të bëjmë atë bukën e thekur, një ditë ne do ta bëjmë do të thënë do të pikim domatina me çfarëza brenda, dhe pastaj do të hedhim atë njomzën me pak gjatë. Edhe më të bëjmë si për bruskete, po bruskete. Do të bësh një mirë, të do ta ndëm nga java që vjen. Kështu që këtë javë në recetë që na listë inventare. Ne do mendoja duke parë pasta plot me spinaq, po mendoja që mund të ishte një të dyja receta që mund të bëni brenda ditës. Jo vetëm për t'i konsumuar, se mund ta gatuani sot dhe të siguroni nesër pastaj njërin prej tyre. Po me që e lani atë spinaqin që bëhet sa minuta të mira aty mbi tyres, mbi lavaman, ashtu edhe erësat, po edhe qepët e njoma, kështu që ndajeni në dy grupe, që njërën e përdorni për të jeshilloqet me një nisë që ne do të gatuajmë, dhe tjetrën për të sjellë një recetë të peshkut ndryshe nga ato gatimet e peshkut që bëjmë në shtëpi, ku kryesisht jemi ose zgara ose të skuqurat apo tek ajo tava me qepe me domate, që shpesh bëjmë peshkun në furrë në familjen tonë. Sot ka të menduar të sjellë dhe një variant krip ndryshe, kështu që mendoj se duhet të provojmë edhe ne këtu, dhe pastaj t'ju tregojmë nëse është një recetë realisht ndryshe për të përgatitur e për të studiuar, edhe se ka të bërë recetë që sjellë ka të testuara përpara, dhe ajo që na thot me siguri të plotë është se është një recetë e cila duhet pa diskutim shijuar edhe nga ajo që të na dish në këtë momente. Edhe mirë të mistrit, mirë zistë të lehë, do të bëjë bërë si pas dhe të shfani për që dhërë, në tonë, por edhe nga jo dhe tjetër, në tonë mund të përgatisti këtë të recetëve. Një menone në gjenën të
dyja variantet që ka ti thënë, do të për mielin e misrit, sepse nuk janë vetëm dy, por janë pafund variante të tjera që vijnë nga kompania Atlas, ku bëhet fjalë për mielin, që nga mieli për shtrëngërim, mieli për pica, mieli i misrit i bardhë apo i verdh, mieli integral, mieli farin up me aroma të ndryshme, me pluhur flyrës në brendësi. Sigurisht, mieli bio me paketimin jeshil, të gjitha këto janë në treg për konsumatorin si zgjedhja më mirë dhe si rezultati më perfekt që ju do të merrni nga gatimet apo recetat në bazë të prunit. Meqense jemi në plot fundjavë, dhe sigurisht është shtëpia më tjetër aromë dhe shije. Në një përgatitje të thjeshtë të jepur me atë paketimin e farinat, do të shtoni pikërisht këto aromën e veshjeve që familja e do të si gjatë ditëve të pushimit, që më shumë kohë të qëndrojmë në kuzhinë, përgatohen për njerëzit e të dashur dhe të shijojnë të gjithë së bashku korrekt tavolinës. Do të doja të përmendja shkurtimisht dhe pastaj gjithkohësh për Katalinën, bashkëpunëtorë të tjerë dhe produkte të përditshme që ne kemi këtu në banakun tonë e në tryezën tonë, të cilat jo vetëm na vijnë në ndihmë në realizimin e recetave tona, por na sigurojnë gjithashtu edhe një cilësi në gjithçka që gatuajmë. Dhe propozimi i radhës që unë do të doja t'ju përmendja, edhe pse bëhet fjalë për një kompani me një eksperiencë të gjatë në treg dhe që ju e njihni fare mirë, bëhet fjalë pikërisht për vezën orbital, veza me cilësi maksimale në çdo stil, me paketime të dedikuara preferencave tuaja dhe personale që ndodhen në familje, apo sa shpesh e përdorni në gatimet tuaja apo në vaktet tuaja, edhe pse të gjithë dietologët, nutricionistët, nëse na japin një plan javor apo një regjim ushqimor, është sigurt që veza do të jetë aty, por kurse në veza duhet të jetë vital që të marrë të gjitha vlerat e rëndësishme të domosdoshme në shëndetin tonë. Do të kemi në receta, do të përdorim edhe pse ju i përdorni çdo ditë në familjet tuaja, me siguri mëngjesin shumë prej jush e kanë nisur me një gotë qumësh, apo me një gotë kos, apo me një smoothie, apo me një kos me fara të ndryshme, pa diskutim nga lufra. Dhe e gjithë dita do të vazhdojmë më tenë, sepse gjithë copë djatë ta kemi me së zvënd të lufras, po një copë djatë ka shkallvalë se jo edhe të gryrë për të spërkatur tavat apo makaronat tona, por të përgatitur këto jeshillëqet që kote në kalcium në bashkëpunim me mielin e misrit dhe me jeshillëqet, në logon e lufras do të merrni shije maksimale dhe sigurim maksimale të gëlmetave dhe produkteve të qumshit që ofrojnë pikërisht në logon e lufras. Dhe gëzimi në ditën tonë, në shijen tonë, në tryezën tonë, apo për të kthyer ditën në një festë, vjen pikërisht nga salciçet vudo, salciçet e punës të shkëlqyera, të cilat përsëri vijnë tek ju duke i përshtatur të gjitha preferencave të konsumatorëve, në paketime më të vogla dhe më të mëdha, në formën e tyre klasike të thjeshta apo të mbushura me djathtë, të shijuar më shumë nga gjithë familja, vijnë në logon e Ajas që na sjell gëzim salciçet vudo. Faleminderit Alina, goja. Faleminderit që më kujtove. Nuk të pulta fare ashtu kohë, por diçka bëre copë. Që do të thotë se mora djatën, pra mora djatën nga të paketa këtu, esër mora dhe djatën e barakati, mirë dhe sigurisht do shumë nga kanë para njësat në momentin në qeshën. Djatën mos e sërmoni edhe fare, në dhe të këvi, do me të këtë sa të zakshë, e la shumë në punë fare. Gjithashtu tani që të sikoni, këtu kemi dhe këtë qumështin, shmi qumë shumë mirë. Kosi, apo qumësht është? Në kosën e traditës. Ka dhe qumësht traditare janë në salata. Që nga qumësht? Kosën e ka të shënqyre. E gjemë gjithmonë, pa tjetër, por tani kote fundit ka bërë qumësht. Janë në shumë të lufrës për sërio, pavarësisht se me traditën nuk kuptojnë ashtu si kurse lufrë ato duart e gjyshes. I hedhim edhe pak në barë, brenda, edhe pastaj do t'i jetë gjatë. Faleminderit tani. Tani hedhim edhe qumështin. Në pjesë këtu. I përzim, tavën e lyem me gjallë kusër e me vaj, dhe i kemi gati pastaj për ta vendosur në furrë me temp të ndezur në bafara në një temperaturë 200 gradë dhe do ta lëmë që të bëjë 40-50 minuta do të shikojmë. Të mirë, e mbushim goxha me këtë bëjtë marë.
është një gatimet që neve na pëlqen shumë këtu në studio. Po juve në shtëpi. Po ne këtu, është gatim më i mirë, prandaj siç e siponi kur keni këto tasat e nguaja plot e përplot, do të thotë që neve na shijoni shumë. Jam shtuar porosi gjenë Kështu që të lexojnë fotot. nuk të lexosh, ta venduam të lexojmë. Apo vjen edhe një herë tjetër, Se për të përzgjuar nga mirë spinaqin me të gjithë përbërësit e tjerë që ne shtuam, së bashku në ekran, shohim recetat. Pas me peshk levrek e spinaq është receta që do të gëtuar pas pak, ndaj po ju prezantojmë përbërësit që të japim kohë të mbani shënim dhe kur të gatuam të fokusoheni vetëm për procesin e gatimit. 6 racione peshk, 800 gram spinaq, 1 kep të thatë, 5 qep të njoma, 1 tufë fresh, 1 domate, 1 lugë piper të kuq, kopër, majdanoz, 4 lugë miell, vaj, krip edhe piper. Perimin e shile me bulmet, me duhet 2 kg mix spinaq, labot, pazi, presh, qep të njoma, kopër, majdanoz, lelezik. Bulmeti që kemi zgjedhur sot nga lufra, është qumësht, djath dhe gjak. 500 gram miell misri, nga ola, mbledheni misri të verdh, ka një ngjyrë më të fortë dhe shijen më të ndjeshme të misrit, dhe sigurisht vaj dhe kripa, që janë ingredientët e çdo recete. I mbajmë përsëri syt nga ekrani, sepse nëse do të kemi kohë të bëjmë një lëndë me banane dhe kastraveta. I banane një kastravec dhe gjysmë gotë ujë, se vështirë të receta. Do ta lësojmë prapë në ekran. Ç'është kjo lëndë me këtë? shikoj, kastravec me banane, shtem në pakull dhe bëhet një lëndë. Për të rritur për të gjithë. Okej. Është një grip. Edhe shumë kemi nga shumë kohë. Nëse kemi tavën e vogël, Nuk e shikoj. E kemi të vogël, kemi bërë më thënë, s'ka do të vëmë pa tjetër gjithë. Pas besoj se do shtypo. E hongë është tava, nuk është do të silë, e të ulen spinaq, e kemi mjaftu shumë mirë. Mendova se po jo ka është në qumshë, e po, mielli mesin do ta mielli, e do bëjmë me dhe. Ajo që duhet tani, do të bëjmë pak gjatë, dhe pas përkakle pak Mjesi, edhe krijon të kora me bukur nga sipër edhe ishte akoma edhe më shumë shi edhe ndihmonoi që të pritet më pas se të dalin vetë copat. Dhe e rregullta. Që ta hedhim kështu me këto. E të kemi nësën me thëmë. Të përhepet në dhe. Ja kështu. Është mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër. Ajo që ka nevojë tani, do në që vaj dhe që gjatë. Se shpejt bëhet? Po gjithsesi gatimin me spinaq bëhen shpejt. Thjesht të bëllon spinaq që kur e lëm. Po spinaqin do ta kanë një herë mirë ta mbani në ngrirje të ndarën në. Bëhet tjetër, po. Atë që kam thënë që të diellave duhet ta mbesa do të thënë që të merren me gatimet e javës. Edhe punë të nisave, të ndalin në visa të diellave edhe të hajnë drejtë. Harxojnë, me thënë 2 orë po, ose 1 orë, me kanë përpara. Me kanë përpara për gjithë javën. Duke i ndarë gjërat, dhe kanë që të që do bëjmë të hënën, thjezën, apo tomatin, që do me makarona, dhe një plan javor, apo pule. Edhe duke larë duke sistemuar, kemi treguar edhe specat e mbushur se si mund t'i ruani në frigorifer në fakt. Bashkë me domatet edhe t'i përgatisni shumë shpejt, pra të mbushin që bën shumë pak minuta dhe me njëherë ashtu të nxjerrën nga fruta ka të na tregoj se si mund të përgatisim pikërisht për të kursyer këtë kohën gjatë javës dhe të hanë shëndetshëm, se në fakt ky është sekreti, Katerina, që shpesh në thonë edhe nutricionistët që me një plan të saktë dhe ndërkuar sa mund të vizin vaktet të sigurisht edhe organizohemi më mirë edhe jemi më të kujdesshëm me ekonominë. Dhe gjë që do bëjmë ato bazare për ta vendosur në formën që më përpara kemi të ndesur të meraturën. 200 gram do të shqipojmë 20 minuta. 25-50, ato do la shqipojmë vetë. Ashtu.
kujdes. Shpesh Katarina na përmend se sekretet të vogla që nuk vani vetëm nga minutazhi apo nga temperatura, por edhe nga lloji i furrës, lloji i sobës që përdorni. Se duken si detaje të vogla, po ndërkohë një sobere për shembull, ka përshtypjen që ka fuqin pak më të edhe nga energjia kur në shkruaj se shiko themi ndonjë shiko se ka pensioni themi neve. Se kur i vendosin lavatriçen, sobën, televizorin, engarkojnë, edhe në bie energjia elektrike. Tani kemi një tako, neve do të fillojmë me peshkun që ta bëjmë gati, kur ju vetë me peshkun do të bëjmë edhe spinaqin, se do të bëjmë ka vazhdisjen. Këtë me peshkun, po të bëjmë qikë, të kemi pastruar e marim e pastruar, kam lënë të detajnë në fundit, përveç se hiqin këtë, dhe më tonë mundohemi, ta hiqin këto pjesën, të pasën këto halat, dele pastër dhe nuk dhe sepse është një peshk i cili është shumë i mirë edhe për fëmijët. Se ka shumë tule dhe kur i përdorim shumë dhe me spinaq, është më i kollajshëm dhe thënë për të pastruar, sepse më shumë është ajo pjesa e shtyllës korrizorit. Tani vendosim tiganin, do të hedhim vaj, mielin, më thamë, më duhet miell të ditë. Miell për të përdorim? Po, ka më të hapur. Që do të thot, peshkun do të kalojmë nga njëre dhe do t'i bëjmë një skuqje të lehtë nga të dyja anët dhe do ta lëmë pastaj në mbrapa sepse do të bëjmë edhe të vërdisjen e spinaqit të peshkit të gjithë. E lajt tigani faktikisht se nuk duaj që me jetë brënda në të gjithë, se ka jetë në mjë dhe mund të digjet. Do ta bëjmë me të peshkun, nuk ka nevojë për pjesën e kripës, nuk është një mishi që temi e forcon, përkundërzi e duam pjesën e kripës, por dhe të kemi kripën, sepse vetë peshku përmban pak kripë, do t'jedhim edhe të pjesa e spinaqit, tani e lëmë që të ngrohet mirë, por sa të ngrohet, dhe peshkun edhe mishin, kur e pudrosin me miell, nuk e edhe kështu si që shmenjet, por mundojmë të shkundin. Mos ketë shumë dhe vajet edhe digjet edhe vajet dhe merat aromën e peshin. Ja, gjithmoni podrosin dhe shkundin. I kemi dhe me thënë të fare me 1 letër buzhinë. Sot në marri pak temperaturë vaj, ne do t'i kaloj të gjitha dhe me thënë një nga një. Dhe përsëri duhet një nga një për t'i vendosim në tigan, sepse nëse vendosim kështu dhe me një të gjitha, atëherë përsëri do të një nga gjë, ullet temperatura, dhe në vend që të na bëjë dhe me thënë ajo skuqje superfaqe, na zihet peshku gjë që ne nuk e duam. Në ca gjëra të vogla, atë që them gjithmonë, që bëjnë diferencën në kuzhinë. Këto bishte të vogla, që të cilat nëse doni mund të pisëndoni dhe të keni kështu të skuqura, ose vani tek pjesa e tapës. Do të thotë relacionet e mjane, të vendosin tek tapa, sepse edhe pjesa e spinaqit me një shije shumë të mirë. Dhe se është bërë gati. Edhe e vendosim, atë që ka është në kërëfare, i shkokim, e vendosim një nga një. Ok? Përdo? Ne është shkëputur nga një nga pjesa e parë. Ja, visa të morën nga të mënyrë se shumë të përgatime, se dhe është të gjithë të pjeshare, edhe do të kemi date të që në momentin që do të rikëthejmë, në gjithë të regojnë ka të në mbrata se që do të bëjmë. Shumë mirë, shkëputur nga pjesa e parë gatimit, ne ju presim këtu, do të përfundojmë recetat në pjesën e dytë.
Pjesa e dytë e këmbit përgatimit na ka ritakuar, ndërkohë sa të vëmërët me domatet, po ju bëj një përmbledhje të shkurtër se çfarë kemi prezantuar në pjesën e dytë dhe çfarë kemi gatuar. Pra kemi vendosur një targ shumë të shijshëm me spinaq, me jeshillëqe, me erza të freskëta kopër majdanoz, me miell mistri të verdh dhe copuza të bardha, djathi edhe me vaj ulliri, sigurisht me pak kripi për të zhirë dhe ka përbërësit e tjerë që ne pastaj nuk e përmendim se tashmë ju e dini që kripi për i zihen ato dy shakut angushtë në botëse pjesës në recete janë përzirë të gjitha bashkë, vendosur në një tavë spërkatur sërish me pak vaj ulliri dhe me copuza gjalpi nga lufra dhe i kemi në furrë ku pak në kanë vëndë të nxjerrim për të parë se si do të jetë rezultati i kësaj recete. Ndërsa tani sigurisht e lëm punën në mes ku shkëputemi që të jemi përpara ju në çdo gjë që bëjmë, po të ka rikthyer ciganin në sot për të përfunduar dhe skuqjen e peshqeve. Do të thonë dy son skuqe, që sa të marrë ato tekin si përfaqësore. Që mos të se të do të kalojë në punë. Kështu që këto e kemi gati amirat nuk e më diçka, në ndez pak të amën, ndez që të bëhen ndente në restoran, ti kemi të dyja një kohë susht, që ti ka që gatisim të përfundojnë si recetë që të dalë dhe të përfunduar edhe në edhe ambisotona ka të e gati. Të ma të gani tjetër më të ferë, vendosim se ti fatin e mirë, kemi dy vatra tjerë. Si të të delikate, se të më gjithë që të të më dhe një dy një të se të filo pra atyre po të dhe e të më dalje doje me dy se zbronte, se nuk a dite kënga, nuk dite kënga. Të një bëjë dhe bajtë tu, ja, drejtë, nuk të dhe në janë që këtej do me thënë. Sikur janë në kohë të latë. Nuk në parë do të aprojo. Ndoshta do të ndodhë. Fillon me qepo, Që dhe plesh kemi këtu? E dhe këto, se po dhe në një të gjithë. Se kemi dhe në sot e kemi pasur ditën e shëllëqën në jo frishtë pjesën e asaj të më të fejnë. Si më të një në kohë, të shpilini. Se nga kohë angë, sa të sajtë të suqet të shukujta në djekën që kërë që gjithë. Vajtë edhe nga kërëna të ndryshme, ka me nga të ndryshme. Rame u thosha njësave dhe qimëtje të cilat të shqiptuar që sa jo që ti u një sa të ndodhet në shpi. Me presh, me qep, me atë që ta spinake, me gjithë, tomate shile. Çfarë mund të kemë? Çdo gjë që të jetë gjë jeshile, të gjitha. Akoma dhe në tratega mund të përdojë. Të ndryshme, edhe bashkë me bulletën që thash, dhe bashkë edhe me mielin, bëjmë atë që ne përgatitëm dhe ndosë në furrë. Se të shkutoj një qikë se si po vete. Tani të preshku duhet të lajmojnë besoj? Atë tani, tani se duhet të marrë edhe këtë enën. Si ku do të vendosi, po më para do vendosi spinaqja në Okej, mirë, në po nuk është të të marrë në o fatin dhe në altë. Shumë të vendrajë. Atë që nuk ka me të do ndiri një limon dhe atë limoni do të ashtuaj me të limon dhe të vendu që kjo bëjë si një strasë tani, do të vendu në bispinat. Që ka që të një. Marje se ka në frigorisë limon, s'ka dhe. Që ka në jeli si në shpinton. Të të gava. Kami siapa tak keluar juga curhat. Klik fundit do mau të televizion ngrirja edhe në pak në pjesën e parë të organizimit në kuzhinë, ku shumë përbërës mund të rezistrojnë për kohë të reflektuar shpesh edhe të gjatë në ngrirje, ku sigurisht mishin dhe vendin më të madh për sot në asnjë një ato produktet që automatikisht qëndron aty, po ndërkohë mund ta bësh sigurisht edhe në metodën e aplikimit
konservator që rezistojnë temperaturave të forta dhe kur nxjerrin për të gatuar, kur i kthejmë ato shihen, të tipik marmjet, stërthet, domatja, sa që ndonë ndryrje ka të përkohë të gjatë tjetër, që t'i luajmë. Të gjitha llojet e perimit. Të luajmë, Të gjitha llojet e perimit. Të gjitha llojet e mishave, të gjitha llojet e peshqve dhe në të shpërdalet e detit, të më gjërë me të një mund të arrozëtuja të vendosë të dhe. Bosta bukur do në tigani. Dhe për në në normale, faktikisht që të vërtet a revizorin të një shqipon ato për të ndetë detajet. Sigurisht edhe dhem që kemi këtu, që kemi njërë më një po tjetër, kemi tre, po që janë vetëm shqipon, se sa kemi kemi djemë ta. Dhe të të anvita të shumë tani përveç që ka marrë atë pakin nga të gjitha anët, dhe është salsa dhe më të një edhe që bëjt një loj salse, dhe që të bëjt kjo salsa akoma edhe në mirë, nuk ishte në këtë lëmbur e limonit që i shkon, e në dhe që ka hëtën tani për të gamë, dhe pa kemi shkoj salse që ta vedem të pjesë e shkinatme. Dhe vendosë e më fush shumë pak, sepse edhe shkinati bëhet shumë shpejt, por i kemi lanë shliqe të najqetësoj, në koha ke do shkëm edhe shkinati, po të i duar të edhe vazhdojmë, po pa tjetë që të vazhdojmë. Dhe sa të vazhdojmë anë në të vë shkinati, dhe të bëjmë që ka të tomatin gati. Të dhete të shkinati. Kemi pak të bëjmë i gjithë të nënda, bëjmë domate më të apë, të një në mjetë më të jo, ati që kemi aty, drejtë, një të shumë. Tu të lejmë edhe pasës të i. Tani kësat në nga që shtë e ndryrë. Po, e në dhërë drejtë në ndryrë. Tani që kam të në ndisave që unë po gjej domate të klikura të mira, dhe i drejtë në të një vendos në ullë të ngrohtë, duke bërë atë pjesën të vjetarë, edhe i pastoj dhe i kam dhe të një qesta në veri dhe i kam domate që në të përgatime të ndryshme. Sa do herë kohë dhe momentu që në më gjej domate, në një herë heq nga frigoriferi edhe pres pak domate dhe i kam gati. Në moment bëhet domatja fresh, të ashtu që shmëve nuk kanë gjenim dhe të gjenim në moment. Është një zgjirje e shpejt. Edhe pak të më të më zbutën edhe këto, edhe i kam gati. Dhe kom, në fund fare edhe kopër majdanos. Por më shumë faktikisht i shkonë të kopër, e sigurisht edhe majdanosit. Tani, duhet të thema listave edhe një gjithë tjetër. Përveç që mund të bëni kështu me spinaq, mund të përdorni edhe që ta bëni akoma dhe më të plotë të gjellën vetëm për të marrë të nëse s'keni shumë spinaq, që ta shtoni gjellën po edhe që dalë për të gjithë pjesat e familjes, dy patate të cilët i presni kështu në pezza të hollën, me kujtë edhe me pak të vaj, i vendosni fillimisht ato në prap, i vendosni në furrë të qëndrojnë për një 10-15 minuta që të piqen më përpara patatet, dhe përsa të vendosni këto pjesën tjetër, shpresën tjetër, që të bëjnë edhe tani. Sepse patatet të duan kohën të zgjatit dhe më tepër se spinaqi edhe peshku për të bëjnë gati, kështu që bëhet ajo para përgatitja e patates dhe pas e vendoset spinaqi edhe peshku. Hedhim tani edhe keqen e kotës. Në të një kemi gati për ta hedhur tek pjesa e tavës. Jemi në një kërmira të një këndjenë. Kërë do është? Të marri të shkatë, në që kemi shkëtë të shumë në shpandë. Tu? Kemi shtruar në një tavë të thellë, spinaqin e gatuar. Siç e pak. Tomate na duhet për të peshkut, të pezën në ndërë.
në bërë me këtë bëndje e peshku, me pak të fare ujë, shumë pak, s'ka nevojë për ujë, ishte më lidhet salsa me pjesën e salsës së peshkut. I themi të razvije pak domate. Legës të pak është një banë qek më shpet, në shpete. Edhe kur peshkun e pastroj mirë, është si shkrujë dhe kur peshkun do me thënë e shkundi mirë nga pjesa e mielli, dhe mban mirë atë sa duhet që të mbaj peshkun, do me thënë të mos prish formën nga tjetrat të ruar, do me thënë ato pjesën që të lidhjet salsa, jo më tepër, sepse pastaj bëhet si ku po ha mirë. Ajo do para a mes çdo gjë, qoftë edhe tek mishë, qoftë edhe tek peshku, duhet të hedhim domethënë ta shkundur. Jo të vendosur sa mirë të marrë dhe ju ta vendosur me atë mirë që me. Ti kemi edhe këto nga gjithmonë, kështu që të marrë dhe shihen e domates, edhe të ezave që kemi përdorur. E kemi gati, sepse kjo tani do përfundojë në furrë. Më duket mirë. Atë se përfaqen nga ka marrë. Masë e pjekur më duket ka të? Të duket si pjekur, do e pjekur, do ta heqim. Unë do këtu që të më marrë 2-3 valë të pjesa e domates para se ta hedhim tek spinaqi që sa kapeta, edhe ja, përshë që po bëjmë. Ne dhe pak pikeset jemi si dhe të kilo pikore, se kështë të vetëm 9% pikore, jo se të orë, alsa duhet, por duhet piperi bëndën. Edhe limon, nuk përse e shtrivim një, do me thënë pak limon me limon, teshtë në knalja të shruaj, sepse limoni bën mirë shumë edhe të spinaqi, dhe të përfitim mjekun e spinaqi, duhet që të hedhim me pak limon. Kështu që duhet ta bëjmë këtë gjë, prandaj dhe bëhet edhe ky veprim, por jo vetëm, merr edhe shi edhe peshku. Tani mëra i drejto racionet të peshku. Kjo ta, sa duhet të qëndrojë në furrë? Kjo tani nuk do shumë kohë që të qëndrojë në furrë, në tani shumë atë bëjmë një tjetër. Vazhdo. Me këtë peshkun ke kthyer. Peshkun kam kthyer, është më vërtetë. Po pyesja, sepse ne duke qenë se për punën e kohës, minutat e fundit do të duhet që besoj ta lëmë thjesht shikoni me që është në përfundit, edhe ta mbajmë këtu këtë, do të cilë janë të listave që të këto basi përfundojë. Pra të japën të gjitha shpjegimit. Dhe baset, kemi basi në të për peshkë, në të kemi gërgja peshkë. Dhe nëse një do të kemi juve, do me thënë do të kemi më pak peshkë, do të sugjeroj anëseve, një bëfë bukë të grinin në makinë grisë, dhe të vini në përvëndet e spinaqi, dhe shumë e mirë dhe shumë e shishme në momentin që e bëni një letër amina sepse në ndodhë të në gjëra që të më një dhe të vendosa këto se qëllëte. Një sekund tani të edhe dhe salse. Shku se fa salse mirë e mirë bëhet në shinon edhe peshku, edhe pjesën e spinaqi, sepse spinaqi është që do të lëshoj lëndje, dhe do të vidit në salsë që dhe pregatitur. Atëherë, nxjerrim nga furra tavën, pastrojmë atë tavën, po, këto do ta pastrojmë, por nuk do ta vendosim në furrë ashtu siç kanë, sepse ne nuk do kemi kohë ta pjekim në që tava, kur vendoset në furrë, do qëndrojë në temperaturë 200 gradë në një furrë të ndezur më përpara, kështu si për të gjitha llojet e gatimeve. Do shikoni që spinaqi do lëshoj ato lëndjet e vitit me salsa që ne kemi hedhur. Bën një tavë shumë e mirë, shumë e shishme dhe këndshme, domethënë për të gjithë pjesëtarët e familjes. Edhe fëmijët e vegjël e preferojnë shumë sepse është një peshk që konsumohet edhe nga fëmijët. Kështu që 20 minuta, 25 minuta do më shumë. Do me thënë thjesht që të lidhe njëra me tjetër dhe peshku, po të se i zbërgati, në momentin që si që pas procedurën që ne dhe pregatitëm, që bërëm
shënduar. Sa aromë të mirë vjen. Alina ka sjell aromë e fshatit, aromë e traditës. Kjo është tradita me këto gourmetet tradita, e cila ta kanë bërë të tamë të mrekullueshme. Dhe nuk është që them në kohë që gjithmonë nuk është se i bëjnë gjërat e mira, por kemi ato që thua produktet e mira edhe gatinë e tani shumë të mira. Kjo është gjëra funksionale përmendje shumë shpesh dhe ndoshta mund të dukemi të lodhshëm apo të mërzitshëm duke u bërë këtë shpjegime, por gjithmonë ka një audiencë të re, gjithmonë ka është dikush që po na ndjek për herë të parë dhe duke i testuar këtu live, ne tregojmë që këto produkte që kemi këtu në studio jo vetëm janë bashkëpunëtorë tanë, por janë më të mirë që gjejmë në treg dhe këto janë thënë nga praktika e punës së përditshme për kuzhinë dhe shihemi që bëjmë njerëz sa kompjuterin kuzhinën. Katerina, të dom shënduar. Faleminderit, të fundit dua të them në dashanisë do të them këtë që unë kam thënë gjithmonë me asaj mënyrë pak edhe saj. Ne kam thënë gjithmonë më mirë 400 gram mish se sa 1 kilogram dhe nuk është domethënë cilësi shëndet. Ta gjeni cilësia është ajo që jep shëndet, jep jetë. Kështu që mos kurseni në mënyrë të ngrënit, më mirë kurseni në veshje se sa në të ngrënë. Kursimi është gjë është ajo që ne jemi është pjesë e produksionale, por që është shëndetit dhe është e rëndësishme që kemi duhet të ngrënë, duhet ta duam fund, ta mbajmë veten më të mirë si sistemi restaurator. Një fundjavë të bukur. Faleminderit dhe ju të dashur miqtë që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropafshim, ta rrofshi një fundjavë sa më të bukur dhe ta kemi këtu të hënën. Alina. Që të bëjmë, nuk publicitet të kam, takojmë pas pak bashkë në studio.